është ajo? Oh, është vetëm një korb, George. Nuk është se kam frikë, por duhet të them se nuk i pëlqej korbat. Ne nuk kemi parë asnjëherë një korb më parë, apo jo, Nili? Po, si të thuash ti, George. Oh! Nili! Nil, a e pe? Më duket se sapo pash një lepur me ato vishë. Oh, George, po mbaj qetësi tani të lutem. Më vjen keq, thjesht më duk se pash diçka, kjo ishte e gjitha. Ja ku arritëm fëmijë të dashur. Kjo është ferma e zanave. Oh, që nga vërtet shumë e bukur, zoti Kunz. Unë vija shpesh herë këtu kur isha i ri. Tunxhet jeta! Oh, më duk sikur dëgjova një makinë. Oh, Bridget, takon Nedi dhe Georgjin. Bridget na ndihmon këtij rrotull në ferm. Nuk e di fare se ç'do të bënim ne pa të. Tunxhet jeta, Neli. Përshëndetje, George. Gëzohem që të njoh, Bridget. Prit pak, zoti Combs, më lejo të ndihmoj unë me atë. Mos u shqetësoni, do ta marr unë atë. Vjen erë të mirë. Po, është një kek me mjalë që e bën mamaja ime. George, mos ke ndërmend trisha aty tër ditën? Nili! Ha, çfarë ke tani? Është një... Dritare, George. Këtej, fëmi, këtej. Oh, dhoma juaj është më në majtë të shtëpisë. Oh, më pëlqen shumë kjo dhomë, por ndonjëherë fuqitë e mia janë kaq të pakta. Shpresoj që do t'jeni mirë këtu. Oh, është e përsosur. Po ju lut të dy të zbrazni valigjet. Më njoftoni nëse keni nevojë për ndonjë gjë. Po zonja Kunz. Oh, pse ka qenë ngrysur Neli, ha? Po sepse nuk na morën në shtëpinë tonë të re dhe na sollën këtu. Unë dua të shkoj në shtëpi. Nuk më intereson nëse më duhet të flenë në dysheme, sepse krevati im është i paketuar. Dhe pikërisht për këtë do t'i dërgoj mamet një letër. Oh, dhe ti Neli, ne sapo mbritëm këtu. Ec pra, ja dalim jashtë për një shëtitje, le të ikim. Shko ti, George. Unë po i shkruaj mamet më mirë. Unë nuk do të shkoj vetëm. Nuk do t'jeta qef. Bëje pak më vonë atë, hajde, të lutem. Në rregull, shkojmë. Më shikon, Neli. E ke ti tani? Ija dhe më kap, ha? Ej, o George, më prit edhe mua pra. Një, dy, tre. Oh, qulaga. George, shiko çfarë bëre. Duhet kthehemi tani. Jo, Nili, nuk kemi sepse. Dy fëmijë njerëzor nga diku larg, një këmbë lagu dhe një flok zjarrt. Kur ata shfaqen, koha është afër. Mirë, Nili, si thua për një lojë sullambyllësi, ha? Sa e urrej këtë lojë. 1, 2, 3. Më ngadal, më duhet më shumë kohë. 4, 4 e gjysmë. 5, 6, 7, 7 e gjysmë. 8, 9, 10. Gati apo jo? Unë do i hap syt. George, aty je?
George! George! George, po ku je futur pra? Dil që aty nuk po më luhet më. George! Po kjo nuk është zbavice. Boll me kaq, ë? Du të marrë babe në telefon. Po mendon se po shkon, flutur e dashur. Më falni, mos keni parë një djalë të vogël këtej rrotull? Nuk e kam parë atë, sepse ai nuk është këtu. E di, prandaj po kontrolloj për të. Ai nuk është këtu, sepse ka ikur. Ka ikur? Tutje, me zanat mund të them. Ai ka shkuar të ndihmoj dika të rëndësishëm. Dhe këtë duhet bësh dhe ti, flutura ime vogël. Ky është fillimi i kohës, në cilën ti dhe djali jeni më të zgjedhurit e mi. Mendon se mund të ikësh, por nuk mundesh. Ti ke punë për të bërë. George! George! I ke ngrënë kekët e mamit pa mua? Po, Ku je ti? si mund kem pak qetësi me një vogëlushe të zhurmshme që sillet rrotull? Po mirë, më thuaj pak se çfarë ishte duke bërë në dollapin tim. Dollapi yt, nuk mendoj kështu. Unë jam brumë dhe jam shefi gogoli qëndrimit këtu. Çdo gjë në këtë shtëpi është përgjegjësia ime duke përfshirë këtë dollap. Tani nëse do të më falësh, të lutem, më lër rehat. O ku po shkon? Po shkoj të kap insekte. A e di sa të vështirë janë insektet për t'u kapur? Në këtë orë koha është tepër e përshtatshme. Mirupafshim. Prit pak. Mos e ke parë gjë? Vëllain tim, ai është rreth kaq i gjatë, është edhe me syze. Sigurisht që e kam parë. Dhe ku po fshihet? Po fshihet? Kur e pa shuna ishte duke lozur me ty. Oh, më vjen keq. Por unë nuk di çfarë të bëj më. Gjosh më duket sikur është zhdukur. Zhdukur? Kështu thua ti? Për mendimin tim mund të ketë ndodhur që Georgi ka shkuar me zanat në pyll. Ashtu. Kështu tha dhe burri i çuditshëm. Po unë nuk kam dëgjuar një budallëk të tillë në gjithë jetën time. Prit. Ku është Georgi? Dua të vërtetën, ë? Ta thash një herë. Ai nuk mund të jetë larguar me zanat. Nuk ekzistojnë gjëra të tilla si zanat. Edhe nuk ka gjëra të tilla si hobgoblin. Le të flasim hapur. Edhe në qoftë se George është larguar me zanat, si mund t'ja bëj që ta kthej pas? Si fillim duhet të futesh në tokën e zanave, gjë që në disa raste është e lehtë, por më shumë është e pamundur. Më pas, mund ta marrësh, por vetëm nëse nuk ka ngrënë ose pirë asgjë prej gjëje. Edhe dua të them asgjë, asnjë kafshat të ëmbëlsirave të zanave dhe asnjë lëng ose përndryshe i duhet të qëndroj sepse nuk ka ç'bën tjetër. Po për sa kohë? Për gjithmonë. Ne duhet të shkojmë tani. Georgi nuk ka ngrënë akoma drek. Po ai po vdes urie, hajde tani. Ndal, prit! Ne nuk do të shkojmë në asnjë vend, e kupton? Kjo gjë nuk ka të bëjë me mua. Por më duhesh për të më treguar si të shkoj tek toka e zanave. Të lutem, Blum. E çfarë do të më japësh nëse e bëj? Pjesën tjetër të kekëve me mjalt. Oh, 1-2 kek të veçantë. Edhe veçanërisht kek me mjalt. Oh. Unë nuk
se si këtë. Unë jam një gogol, edhe gogolat nuk dalin kështu jashtë. Gogolat e urrejnë në ndjekjen e zanave, sepse po të... Në rregull, çfarë ke bërë me djalin? Edhe mos më thuaj ndonjë nga ato justifikimet e tua prej zane, a? Kuptove apo jo? Çfarë po bën kështu? Po mundon të marrë ca informacione, çfarë të bëj tjetër? Po nga kush? Nga... ajo nuk mundet, apo jo? Lëre fare më mirë. Atje në atë lisin e madhe dhe të bukur. Hapitem si nuk e ke parë më parë. Shikon gjitha do drita për rreth që fluturojnë. E shikon janë fluturat. I shikon? Këtë shikoj dhe fluturat? Po ku ka flutura këtu? Ndal! Një hap tjetër për te i kësaj zone ndodhet toka e zanave. E shikon këtë rrethin, ha? George, mund të ketë shkelur pa dashin e të, ose mund ta ketë marrë një nga ju. Më thuaj me këje duke folur, Brum. Më vjen keq, por vazhdoj të harroj. Qëndro me një këmbë, të lutem. Dhe pse duhet ta bëj? Ato që ta gjesh djalin apo jo? Tani ngri lart njërin dorë, edhe mbyll njërin sy. Shikoj atë. Ajo që tani mund të shohësh është vendi i zanave. Toka e egër edhe magjike. Më lër të të paralajmëroj. Asgjë nuk është ashtu siç duket. Asgjë. Edhe mos harro. Mos ha dhe mos pi asgjë, të thash. Asgjë. Nuk më besohet se kjo po më ndodh mua. Atëre me çfarë do të luajmë tani, ha? Çfarë preferon ti të luajmë? George! Nuk kemi kohë për të luajtur Merivell. Duhet të kthehemi në pallat. Duhet ta bëjmë tani dhe menjëherë. Por dita është kaq e bukur, Çatli. Nuk ka kohë për një lojë tjetër? Jo. Më pëlqen shumë lule shtrydhet. Jo! Faleminderit, Stakros. Oh, ku shkoj, ha? Ekspertë në magjit Stakros, por siç e dini nuk kemi kohë për konfirmime tani. Princi do të jetë duke pyetur ku jemi neve, prandaj shpejt në pallat. Mendova se mund të ishe e uritur. Ti vetë më the që unë të mos haja dhe të mos pi asnjë gjë këtu. Ose kushto vëmendje asaj që thash më parë. Ti dukesh e hetur, vajzë. Ec dhe pi pak, vogëlushje ime vogël. Jo, qëndro larg nga mua, na! Nuk do ca buguroshe? George! Ua, sa bukur po fluturoj. Do doja që Neri të më shihte. Wow, ky është pallati i zanave. A të pëlqen? Është fantastik. Duhet të shkoj tek George përpara se të jetë tepër vonë.
Mendoni se mund të marrë një nga ato ëmbëlsirat që janë aty, ju lutem, po vdes fare urije. Po, por duhet të paralajmërohesh për pasojat që mund të kesh. George! George! George, jo! Neli, jam shumë i lumtur që më gjete. Do në një gjë për ngrënë? Oh, këta janë miqtë e mi të rinë. Ky është Gjokli, Merivale, Mirë se erdhe. Hokabin dhe Stakros. Kjo këtu është motra ime Neli. Këta janë Zana. Mund të marrë edhe Neli një ëmbëlsirë? Po, edhe ti. Jo! Nuk e di fare se çfarë va umbet Neli. Merr një. Gjosh, të lutem ndalo së ngroni. Vëllai im dhe unë duam që t'ju falenderojmë shumë për mikpritjen tuaj, por unë kam frikë se ne do të na duhet të kthehemi patjetër tani. Tani? E pse? Të ktheheni pas? Mbasi ju doni të ikni, por ju nuk. Jo, unë jo. Por vetëm ti e lirë t'ikësh. Djali duhet të qëndroj. Ai ka ngrënë nga ushqimi ynë dhe pse u përpoqja ta paralajmëroj. Po sigurisht, por ju mund të thyeni pak rregullat dhe të na lini të dy që të shkojmë, a? Të thyesh rregullat? Mos mendon se ligjit e tokës së zanave janë ndërtuar si për të rrëzuar nga erërat kaq lehtë? Jo, por vrapo! Neli, çfarë po bën këtu? Jo, na lini të shkojmë. Ej, Neli, qetëso. Ti nuk e ndërmend ta shqetësosh princin, apo jo? Princin? Udhëheqësi i tokës së zanave? Ligjërisht më shumë. Dhe nëse ne bëjmë shumë zhurmë, ai mund ta dëgjoj? Atëherë, ndim! Na lini të shkojmë, ndim! Mbar qetësi. Mjaft bët zhurmë. Princi. Një fëmijë njerëzor. Nuk mund ta besoj që ju ishit shkaku i kësaj zhurme. Po, më vjen keq, por shiko, ata nuk na lejojnë të ikim nga ky vend. Jo, madhëri. Vajza është e lirë të shkoj, por vëllai i saj ka ngrënë nga ushqimi ynë. Nuk më intereson fare se çfarë thon ata. Nuk iki pa Georgjin. Atëherë do të qëndrosh këtu përjetësisht. Këto janë rregullat. Por ti mund të ndryshosh rregullat, madhëria juaj, apo jo? Shumë ndryshime do të thotë mposhtje. Po a ka ndonjë mënyrë që ta shlyejm këtë rregull të veçantë? Ta shlyejm? Po, ndodhet këtu, tek ligji. Çfarë ka, madhëri? Njerëzit që i përkasin një tokë zanash nuk mund të shkojnë diku tjetër. Pikërisht atë Nuk ka thënë. mbaruar. A? Me përjashtim të një shlyerje në formën e një pakti. E ç'do të thotë kjo? Do të thotë që mund të lini tokën e zanave nëse përmbushni 3 detyra. 3 detyra? Po mendoj se mund ta bëjmë. Mirë, sepse nëse nuk mundeni, djali ligjërisht do të merret për të jetuar këtu. Për gjithmonë. Këto janë rregullat. Do të ktheheni tek ferma e zanave dhe nuk do t'i thoni askujt për këtë. Veçanërisht jo Brumit. Brumit? E kush është Brumi? Merivale do t'ju thot kur t'jetë koha për detyrën e parë. U kthyem. A ndor ishte kjo? Ha, nuk mendoj kështu. Eja, George, le të shkojmë. Dhe mbaje mend të, mos i thuaj asnjë fjalë askujt, veçanërisht Brumit. Mirë, po kush është Brumi? Do ta prezantoj. Je i sigurt që ndihesh mirë, George? Nuk hëngre shumë supë sonte në darkë. Jam mirë, zonja Kums. Kam ngrënë gjithë ato ëmbëlsira sot. Nuk e gjen dot kurrë se çfarë kam ngrënë. Unë hëngra. George, e di ti se ku e kam lënë atë letrën që po shkruaja? Ishte një letër që e vura tek posta sot në mëngjes. E gjeta poshtë në tavolinën e sallonit dhe mendova se do doje ta dërgoje. Apo jo, Neli? Si zbriti poshtë? Oh. Në shtrat tani, Neli, pate një ditë të gjatë. Pafshi ëndra të bukura ju të dy, jam kaq shumë e kënaqur që ju do të rini këtu.
Natën e mirë, zonja Kums. Shpresoj që të mos i ke shkruar mamit në letër që duam të shkojmë në shtëpi. Ti e di që po. Le të shpresojmë vetëm që mos na duhet të ikim përpara se të mbarojmë këto detyrat. Eja tek lisi i zanave, sa po të lind dielli. Dhe princi do t'ju jap detyrën tuaj të parë. Dhe mos harro, mos i thuaj asgjë asnjëriu. Oh, me përjashtim të Georgjit, natyrisht. Unë nuk has një zan. Kush e hapi atë dritare? The ndonjë gjë për ndonjë zan, ha? Po, edhe ti di diçka për zanat apo jo? Është koha të ngrihemi, George. Mos thuaj as edhe një gjë. Çfarë the ti tani, ha? Asgjë. Nxito, George, fish diçka të trash. Shihemi më vonë, Brum. Lisi i zanave, sot. Ju të dy po sajoni diçka këtë e di shumë mirë. Erdhi Meribeli? Ajo tha që të shkonim tek lisi i zanave sa po të lind dielli. Oh, ai di diçka. Oh, tu ngjet jeta, Neli? Tu ngjet jeta, George? Nuk e keni takuar akoma Elenën, apo jo? Gëzohem shumë që të njoh. Edhe unë gëzohem që të takoj gjithashtu. Bridget më tregoi gjithçka për ju. Ne sapo do të përgatisnim mëngjesin. Pse jeni ngritur kaq herët ju të dy? Ne po shkojmë për në tokën e zanave. George! Nuk i thash përse. Dhe nga e dini ju, cili lis është lisi i zanave? Dallohet sa po e shikon atë. Oh, të lutem, Bridget. Nuk ma merr mendja se edhe ti u beson gjithë atyre gjepurave për atë pemën imagjinare që të çoka në vendin prallor të zanave. Për tokën e zanave? E pse jo? Sepse është budallallëk. Budallallëk me brir. Mirë, duhet të shkoj, ëndërrimtar. Shihemi më vonë. Elena është mikja ime më e mirë dhe mezi po pres sa të lind bebi i saj. Bridget, a beson tek zana ti? George! E po në fakt, dëgjoj nga diku afër asaj peme një muzikë të bukur. Nuk kam dëgjuar muzikë të tillë në asnjë vend. Kështu që duhet të jenë zanat. Nuk mendoni kështu? Unë them që duhet të jetë imagjinata jote. Duhet të shkojmë tani. A mund të vi dhe unë? Jo, sepse ke shumë gjëra për të bërë. Mos u shqetësoni, është akoma herët. Po tani, çfarë do të bëjmë, Neli, ha? Nuk e di jo, por do ta mendoj ndonjë gjë. Shpresoj që të vijë në kohë, Merivale. Nuk duam që të humbasim kohë, apo jo? Do të kishim, po të mos ishte dita e dasmës së princit. Për Hokabin është pikërisht ajo ditë, dhe sa më shpejt princi të martohet me princesën Bridget, aq më mirë. Të dyja mbretërit do të bëhen një. Ai aty është lisi i zanave. Po, janë ata.
Hokabin, shko thuaj princi që fëmijët erdhën këtu. Me njerë, Gjokli. Ajde të luajmë sylla mbyllësi, sepse është loja ime e preferuar. Ne do të fshihemi ndërsa ti numëron, në rregull? E po si të thoni ju? 1, 2, 3, Ja ku është Miribeli dhe Stakros. 4, 5, Të ngjat jeta Gjoki. 6, 7, 8, 9, 10. Hej, ju nuk po shiheni. Do ta bëjmë, por ti vetëm numëro, vetëm vazhdo të numërosh. Jemi këtu, madhëria juaj. Pra cila është detyra jonë e parë? Detyra? Po, madhëria juaj, ju duhet t'i thoni fëmijëve që të bëjnë... Po, ndryshova mendje. Kush është ajo krijesë e mahnitshme? Cila krijesë? Oh, më vjen keq madhëria juaj. Po ajo na ndoqi këtu, por ne premtojmë që nuk i kemi thënë as edhe një gjë. Ajo është e mrekullueshme në të gjitha kuptimet. Si e ka emrin? Bridget. Ajo punon në fermë. Bridget? Mos të gjë Bridget? Profesia. Princi i tokës së zanave do të gjejë të bukurën Bridget dhe do të martohet me të. Por zotri, kjo që ju po shikoni është një Bridget njeri? Profecia e shkruar i referohet pa dyshim një zane që quhet Bridget. Po kjo gjë nuk mund të ndodhë kështu në mënyrë të papërcaktuar ose në mënyrë të papritur. Neli! George! Edhe pse do të doja shumë të qëndroja prapa pemëve duke numëruar, më duhet me të vërtet të kthehem. Në rregull, Bridget, shihemi më vonë. Ju lutem, mos e lini të shkoj. Te përvon madhëri, ajo iku, për fat të mirë. Tani, detyra juaj e parë është që të mblidhni... Detyra juaj e parë është që ta sillni Bridget në tokën e zanave, kështu që unë mund t'i kërkoj të martohet me mua. Po me princeshën si do bëhet? Po si mund të jetë kaq i sigurt? Nuk mund ta ketë me të vërtet. Kjo është gjë e mirë! Kjo është gjë e mirë! Po për detyrën, zotëri, ne nuk kemi rënë akoma dakord. Qet, i dashur Gjokli. Ajo është Bridget e profecisë së shkruar nga fati për të qenë gruaja ime. Mirë, po për çfarë po prisni akoma? E dija që kjo mundësi do të më ndihmonte të merja vendin që më takon në pallat. Djali do të hante ushqim dhe ne do ta kmerreshim. Po çfarë ndodhi? Po princi la të shkoni nuk të kujtohet ty? Sigurisht që më kujtohet. Ishte tepër e çuditshme. Po sikur të rëmbejmë princin. Dhe a mund të më thuash ti se si t'ja bëjmë? Ju nuk do ta besoni! Çfarë? Është kaq për të qeshur? Princi sa pora në dashuri me një krijesë njerëzore. Si quhet? A ka ndonjë mundësi që të jetë Bridget? Nëse është e mundur. Po ashtu, Bridget, nga e djeti. Kjo është perfekte. Profecia ishte që princi të martoi me të bukurën Bridget dhe ta çonte në përjetësi. Të gjithë mendonin se ishte princesha Bridget. Dhe unë madje nuk e mendoj se bukuroshja do të ishte një njeri. Kjo po që është diçka e bukur. Më thuaj, çfarë po i ndodh princesës Zanës Bridget? Ajo nuk do ta pëlqej shumë këtë gjë. Edhe unë do t'ja bëj dhe më të pakëndshme këtë. Falmeje, princesha Bridget do të bëj të pamundurën që të shkatërroj princin.
Mua nuk më besohet që më bindu të lija të gjitha punët për të mbledhur frutat e egra. Po sepse vetëm ti e di kush janë ato të mirat. E po, ajo është e mirë. Mirë, po për të pemën këtu qëtu, a? George, ai është lisi i zanave. Nuk do t'ishte i veçantë po të rriste frutat e egra. Atere, qëfar është kjo këtu, a? Qëfar? Qëfar është ajo? E po kjo duhet ishte mënyra më e lehtë. Po çfarë ndodhi? Ku jemi kështu? Po ja, ne u futëm tek zanat. Ne jemi në tokën e zanave tani. Po kjo nuk mund të jetë e mundur. Ja ku po vjen edhe princi. Madhëria juaj. Bridget, mirë se erdhe. Nga e dini emrin tim, madhëri? Gjithmonë e kam ditur. Qesherake, komplet jashtë rregullave. Bridget, e di që kjo pyetja tjetër do të befasoj paksa, por do të martohesh me mua? Si the, të martohem me ty? Për si, ti je një zanë dhe unë jam... Dhe ti nuk je. Pikërisht e dashur, mirë the. Me që nuk je një zanë, si pas rregullave të martohesh me princin, do të thot të lësh jetën tënde të vjetër dhe gjithçka tjetër. Çdo njeri që nje dhe që do, dhe sigurisht duhet të vësh krah. Po, faleminderit, Gjoki. Ka mundësi të flas pak me Bridget, të lutem? Sigurisht, madhëria juaj. Vetëm. Sigurisht, madhëri. Po, Bridget, duke u martuar me mua do të thotë heqësh dorë nga jeta jote njerëzore për të bërë zanë. Por... Eja të tregoj mbretërinë time. Bridget, e di që kjo mund duket shumë e çuditshme, por të premtoj që ky është fati yt. Fati yt. Më shiko dhe më thuaj që më njeh. Po, unë me të vërtet nuk të njoh ty. Por ndjej sikur kam një jetë që të njoh. Do të ketë shumë zana këtu për t'i njohur e për t'i dashur. Dhe unë do të dua më shumë se vetë jeta për pjesën tjetër të përjetësisë. Pra, do të bëhesh gruaja ime e bukur dhe e dashur? Po, do të bëhem. Pa. Po vjen princesha Bridget. Ajo është gati për dasmën. Çfarë do t'i thuash, madhëri? Do t'i them të vërtetën, Gjokli. Ajo është shumë miqësore. E di që do më kuptoj shumë mirë. Mirë, unë besoj se do t'ikim tani. Qëndroni, kam një detyrë tjetër për ju. Detyrë tjetër? Çfarë? Ju do t'a bëni nuse Bridget me një vellë me fije merimange. Çfarë? Mos u shqetësoni, do t'ju ndihmoj unë. Faleminderit o kabin. Sa për pjesën tjetër, Gjokli, Merivale, Stakros, është detyra juaj të përgatisni festën zyrtare të dasmës. Unë i gati, a i po vjen. Mas u shqetëso, ne jemi gati. Jo mjaftueshëm. Po, ne jemi. Stella. Tani. Çfarë është kjo? Më lironi në këtë moment. Më vjen keq, vëlla i dashur. Po kjo nuk është e mundur. Shiko këtu, unë kam nevojë të marr vendin tim në pallat. Vendin që do të kisha nëse im vëlla nuk do të më kishte nxjerrë jashtë. Ne të nxorrëm jashtë sepse u përpoqje të na shkatroje. Mendon me të vërtetë që do marrësh tokën e zanave? Shikoje veten. Je kaq i shëmtuar nga brenda, po aq sa je edhe nga jashtë. Jo,
kësaj here. Ne jemi binjak në fund të fundit. Lam të mirë, vëlla. Po ju ala këtë juve. Nuk do t'ja edhe shkollaj me këtë. Si të duket kjo këtu? Prita shohim pak. Po, George, është e përkryer si një reze drite në një ditë me diell. Po shkoj të shikoj një rrjet tjetër, Mary Manga. Kjo do t'ishte një ide e mirë, Nelly. Oh, princesh Bridget. E dashur princesh, unë kam Ma frikë. lër mua në dorë këtë i dashuri im Olbrik, pavarësisht nëse lajmet e tua do të më mërzisin apo jo. Kjo do t'ju mërzis, më beso. Do të flas shumë qartë. Unë kam rënë në dashuri me një njeri dhe do të martohem me të. Jo me ty. Çfarë thot? Si guxoni ju? Tipikot, në problemet e zemrës, asgjë nuk është e për e guximshme. Zonja ime, si mund ta lejosh këtë? E vërteta e zemrës time thot se do t'isha më e lumtur si shoqe se sa si grua. Unë kam frikë, e dashur princesh, që do të mohohet. Nuk duket si zëri i princit kë. Do të marrosh në kohë lulja ime vogël? Zotëri, unë shikoj që je shumë i entuziazmuar për këtë por... Ai nuk është zonja ime. Ai po tregon se ka mbetur i njëjti budalla që nuk vlen për asgjë. Kujt ti thua budallati që nuk është i aftë për asgjë? Me mua mund të flasësh si të duash, por mos guxo të fyesh miken time. Unë jam në mbretërinë time. Do të fyej këtë dua. Diçka nuk po ecën fare mirë këtu. Kjo nuk do të jetë mbretëria jote, po vazhdove të sillesh kështu. Po propozon që të ma marrësh dhe mua pjesën? Nëse këtë do, atëherë luftë do të ketë. Po sigurisht, ju nuk e keni autoritetin për të deklaruar luftë. Mbretëria juaj natyrisht që ka nevojë për një burr. Dhe unë do t'ju bëj ju një nder të vogël dhe do t'ju amarr atë. Jo, s'do ta bësh. Dhe kush do të më ndaloj këtë? Unë do të ndaloj. Po më shpall luftë ti, zonjushe vogël? Mere si të duash. Po, princesha Bridget më shpalli luftë mua. Luft! Luft. Çfarë luft? Luft! Po si mundi të ndodhte kjo? Ku është princi im? Ai princi yt ofendoi princeshën Bridget. Ose kështu u duk. Princi nuk do ta bënte kur një gjë të tillë. Ndim, nuk nisi ta ngas në gjën. Nga kjo anë, George! E pse të mos marrë dhe unë një grenz? Po ajo ku mësoj që të ngasi një grenz, ha? Wow! Sulmoni! Sulmoni! Për grenz, shkojmë të kupton që po ndodh atje. A jeni plotësisht i sigurt për këtë madhëri? Sigurisht që jam i sigurt. Më sill princeshën me njëherë.
Princeshën Brigitte, zotri? Për këtë tjetër mund ta kem fjalën. Shko kape dhe sille të kun. Kjo do t'i bëj që të ikin. Jo, duhet të shkosh nga ana tjetër. Duhet të ecësh pak më ngadalë, pak më... Bës. Kujdes. George, a je mirë? Çfarë? Por si ishte mundur? Ore, diçka shumë e çuditshme është duke ndodhur këtu. Neli, prit! Atëherë, dërgove të më merrin për të më kërkuar falje? Të kërkoj falje? Të kërkoj falje? Dhe pse duhet të kërkoj falje? Të dërgova të merrnin që të gjunjëzohesh para meje. Çfarë the? Unë të gjunjëzohem para te? Kur s'do ta bëja? Që tani e tutje, të gjithë do të gjunjëzohen para meje. Hiqet duart prej asaj. Ha? E dija që ai nuk ishte princi ynë. Cili nga ata nuk është princi ynë? Po kush është? Çfarë po ndodh kështu? Arrestojeni! Ky është mashtruesi. Nëse duhet ta bëni këtë miqtë e mi, duhet ta arrestoni atë. Kjo është mbretëria ime. Dhe është koha që të marrë vendin që më takon në pallatin tim. Dhe unë po të them që nuk do ta bësh dot. Kjo gjë nuk mund të ndodhë. Ata lidhen princin e vërtet. Kur është nga Grerza, unë e gjeta dhe lirova pastaj. Shumë punë e bukur, George. Më në fund edhe kjo mbaroi. Unë sa po e munda zanën e keqe. Ura! O, Zot, faleminderit. Ura, princi ynë fitoi! Princesha ime, mashtruesi u mu. Neli! Çfarë po bën? Po shpëton tokën e zanave. Jo, nuk do të më ndihmosh mua. Të ndihmoj ty? Por ti nuk je princi i vërtet. Jo, por unë jam ligji i vërtet i tokës së zanave. Mund ta provosh vëlla. Por do ta paguash që po më merr vendin tim në pallat. Koha është afër. E dashur mike ime. Je vrar? Jo, i dashur im Olbrik. Jem shumë mirë. Asgjë që tha i djalli nuk ishte e vërtet. E vlerësoj shoqërinë tënde mbi çdo gjë. Unë e di këtë. Por me sa duket që nga e vërtet për njeriu. Po, kjo është e vërtet. Unë jam vërtet shumë e lumtur që ti gjete dashurinë e vërtet. Le të filloj dasma e princit. Zotri, por ne kemi një problem të vogël. A të kujtohet pa dia e fundit? A më kujtohet? Ju të dy më shpëtuat jetën. Po, por ajo detyra e fundit ishte për të mbledhur rjetat e merimangave për të bërë vellun e dasmës së Brigjit. Dhe kjo do të thotë që ju nuk e përmbushët detyrën e dytë. Mendoj se duke më shpëtuar nga vllai im, ju përmbushët detyrën e dytë. Si të thoni ju, madhëria juaj, por ju nuk mund të keni dasëm pa vellun e nuses. Dhe nuk mund të martohem me kominoshet e mia. Ti dukesh bukur, çfarëdo që të veshësh, sepse je vetë e bukur. Megjithatë nuk ka problem, sepse kam unë fustane dhe vello për ty. Ti pikot? Eja me mua e dashur. Në fund të fundit nuk shkoj keq, apo jo? Si thua Neli? Mendoj se do t'ikim tani, George. Zoti dhe zonja Kums mund të mirakosin se ku jemi. Dhe nuk do na besonin, edhe po t'u tregonim të vërtetën. Neli, George,
Nuk do iknit pa më përshëndetur, apo jo? E po, nuk donim të shqetësonim. Faleminderit, Neli. Jam shumë e lumtur. Por do të më mungoni që të dy, edhe të tjerët gjithashtu. Mirë, po çfarë do t'i themi Zotit dhe zonjës Kums, Bridget? Mos u shqetësoni, do të merret olbrik me këtë. Do të shkoni të sigurt në shtëpi. Mirupafshim. Qofshi mirë, mirupafshim. 2 detyra u bën dhe tani na mbetet vetëm një. Tamam ashtu. Nuk kam mbaruar. Ha, tani çdo gjë do të mbaroj shumë mirë, por jo në mënyrën që ata mendojnë. Ha, 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 ha. Më thuaj, aftojnë ndonjëherë zanat me rivel? Në të vërtet jo, krahët e tyre e ruajnë gjithmonë temperaturën. Ne bëj mirë të kthehemi. Por a nuk donte Xhokli që të sigurohej që mesazhi do të shkonte aty, Mary? Pas keni qenë ju që trokitët. Hyni. Kam disa lajme të trishtueshme. Bridget na la një letër duke thënë se duhet të na linte. Sa po më lajmëruan për një dasëm në familje. Pra duhet të kap trenin për të kthyer në shtëpi. Kam lajme shumë të mira për të gjithë. Helena lindi fëmijën. Hajde djalë, hajde. Mamaja dhe fëmia janë mirë. A la Bridget ndonjë adresë për ne? Jo, por e dinte që fëmia ishte gati për të lindur. Jam i sigurt që do të komunikoj me Helenën. E nuk kam kohë për të ndenjur këtu duke biseduar. Kam punë për të bërë. Mos u vono, është pothuajse koha e çajit. Ha fëmi, pse nuk shkoni lart të lani duart që të mund të hani ushqimin në tavolinë? Po, zonja Kums. Ne duhet i themi Brigidës për Helenën. Do ishim të lumtur ta çonim këtë informacion. Unë mendova se ju kishit ikur. Po na ruam Starcrossin. Por në qoftë se i themi Brigidës për fëmijën, ajo do të doj ta shoh. Ishte keq që ka këtu. Ne do ta fusim brenda. Ajo është shumë e vogël. Kështu mendoj dhe unë. Mirë, pra çfarë do t'i themi Bridgetit? Thuaj që të vi tek Lisi në kohën e çajit. Në rregull. Për pak do ta kishim haruar përsëri Starcrossin. Kur Starcrossi? E gjeta! Starcross! Ne jemi duke ikur. Nuk më besohet që po e bëjmë këtë, a? Hej, po bie bor! George, po kjo nuk është një gjë e mirë fare. Sa mirë që po ju shoh. Nuk është një lajm i mrekullueshëm për Helenën? Nuk jam mësuar akoma me këto krah. Më lirë të ndihmoj unë. Faleminderit. A mund të shohin njerëzit apo je e padukshme si zanat e tjera dhe ti? A e di që kjo është një pyetje e mirë? Por nuk besoj se ata kanë ndonjë mundësi. Gjëja e fundit që ne duam është që të çoh dikush. Te përvonë fole. Dikush të pa dhe po sheh tani. Dhe unë po shoh rrugën time në pallat. Ejani tani, drejtë në veprim! Mos harro, qëndron në fshatësi, ha? Nelly, George! Sa bukur që ju shoh këtu. Zonja Kums më lajmëroi që mund të vinit. Do të doja që edhe Bridget kishte ardhur. Po, shiko, ne të donim shumë të shihnim fëmijën nëse nuk ka problem. Sigurisht që nuk ka problem.
por duhet të mos bëni zë fare, sa po e vura në gjumë. A nuk është i ëmbël? Dhe sa i vogël që është. Ju vje keq të shkoj të pushoj pak lart? Nuk ka vjetur shumë kohë e fundit. Jo, vazhdo. Do të shihemi jashtë për pak minuta. Mund të dalësh tani, hajt. Sa i bukur. Tu ngjat jeta voglush. Mamaja jote do të habitej shumë, po të dinte që ka një jetë zanash. Sa do të doja të kisha një mënyrë për t'ja thënë. Lëshoje pra! Jam afër dhe do ta kesh vetëm skeletin e princeshës. Eja të kone e dashur. Helen, hajde merre shpejt fëmijën. Po ti nuk je Helena. Shkëlqyeshëm, bukuroshja ime. Dhe ai nuk është fëmija im, apo jo? Jo, nuk mund ta bësh këtë gjë. Unë bëj çfarë unë dua. Jo këtë, të lutem. Të lutem. Veçanërisht këtë. Ne vdesim për beben, apo jo? Po ashtu është. Por mos e shqetësoni. Ne do ta kthejmë me njerë fëmijën në shtëpi, nëse ju bashkëpunoni. Po mirë, çfarë do ti që të bëjmë ne? Atë për cilën jeni dërguar të bëni. 2 fëmijë nga diku tjetër. Njëri është këmblakur. E nga e diti këta? Dhe tjetri është floksjart. Kur ata shfaqen koha, është shumë afër. Koha për çfarë? Për mua, që të rimarr vendin tim në atë pallat. Ju do të merrni urdhrin mbretëror. Ne nuk mund ta bëjmë. Dhe nuk do ta bëjmë. Ju mundeni dhe do ta bëni atë, nëse doni që ta mbani gjallë këtë voglushin e ëmbël. Jo! Dhe merrni urdhrin tim dhe ma sillni atë mua. O Zot, çfarë mund të bëjmë tani? Merrni urdhrin. Çfarë tjetër? Çfarë është urdhri mbretëror? E mbani mend atë globin e bukur që princi e mban ndonjëherë me vete? Po, është ajo gjëja që ka ato ligjet e zanave brenda. Po, ajo është. E jani. Nuk është koha për të humbur tani. Më fali, dashurim. A jeni të sigurt që duhet ta sjellim globin pikërisht këtu? Ky është pikërisht vendi që duhet sillni globin. Gëzohem gjysho të gjithëve prap. Edhe unë jam shumë i gëzuar. Ma jep mua atë. Unë e di se Olbrik kishte të drejtë. Sa që mueshme do të jesh ti. Unë e kam urdhrin. Ku është fëmia? E ushqeva dhe e ndërrova. Ti e i të mërshëm, e di këto?
Je i tmeshëm dhe shumë i shpifur. Për çfarë do globin gjithsesi? Nuk do të bëj një princ. Këtë do ta shohim shumë shpejt. Ne duhet të kthejmë fëmijën. Nxitoni. Sa shpejt që erdhët. Dhe ti e i lirë që të shkosh tani. A e mori forma mashtruese urdhërin mbretëror? Po. Ju me të vërtetë bët atë, por akoma nuk dini se çfarë keni bërë. Çfarë donte të thonte me atë që nuk e di se çfarë bëra? Po, mbase po mendon se sa do t'i natoset princi kur ta zbuloj. Oh, princi im i dashur do ta kuptoj kur ti them se e bëra. Nuk mund ta lejoja formën mashtruese të mbante fëmijën e Helenës, apo jo? Fëmia është shumë e rëndësishëm se sa një glob. Edhe unë vetja pak e lodhur. Unë do të vi me ty tek toka e zanave. Pse? Nuk ka nevojë. Në radhë të parë ti je shumë e lodhur sa mezi fluturon. Dhe së dyti nëse princi është i inatosur me ty, unë mund të të mbroj. Gjorgji mund të shkojë të flej. Jam mirë tani, Neli. Faleminderit që më solle në shtëpi. Mund të shkosh. Jam e sigurt që princi po fle. Jo, nuk po fle, shiko. Dashuria ime, a je mirë? Oh, jo. Ko është globi? Globi? Si që më shihni, jemi 100 vjetë më të vjetër. Magjia dhe globi në mban të rinj dhe të bukur. Nuk ka asgjë tjetër që funksionon të shkretët në... Neli, çfarë duhet të bëjmë tani? Na duhet ndihmë. Çfarë do ti? Nuk e di sa shumë e urrejnë gogolet të zgjohen, a? Çfarë do ajo Zana andej? Zan, çfarë zane është? Nuk është një zan. Ajo është Bridget. Po, por Bridget tani është një zan. Pra, ti u martove me princin në fundit. E dia. Ju posajoni diçka. Çfarë është? Oh! Tani jemi në të lashe. Forma mashtruese vodhi urdhrin mbretëror. Duhet ta kthejmë përpara se zana të vdesin. Si kështu, zana do të vdesin? Sa po e mora vesh që globi jep të bukurinë dhe pavdekshmërinë. E dija këtë. Si mund nga të rojshë me atë formën e çuditshme? Nuk e di që ai është vëllai i keq i princit, a? A ju dënua para disa shekuj sepse u mundua të ishte qafe princin vëllain. Dhe tani ai po e provon përsëri. Por ne nuk do ta lëmë t'ia dalim banas këtë herë. Po si mund ta bëjmë në një glob fallcu dhe pastaj ta zëvendësojmë me të vërtetin? Normalisht nuk dua të përfshihem. Por nëse ajo formë mbani globin, jemi të tërë në të lashe. Le të shikojmë se çfarë kam këtu. Kjo më duket tamam, si mendoni, a? Po, është e përkryer. Tani, mos vallë ke ndonjë gjë që mund ta përdorim si mbajtës? Hey, po kjo është grafica ime. Si përfundoi aty kjo? Unë e gjeta në dysheme. Nga ta dia unë që ishte e jotja. Gjithsesi kjo nuk më pëlqente vajt shumë. Si të duket kjo? Po, duket
Tamam si globi. Vetëm nëse shkëlqen pak. Gjithçka që i duhet është pak magji e gogolve. Kjo nuk është nga ato gjëra që bëj zakonisht, por rrethanat më detyrojnë që unë të... Oh, Brum, është e mrekullueshme. Eja, Bridget, le të shkojmë tani. Prisni, po vi edhe unë. Keni kujdes, edhe fat të mbar. Do keni nevojë. Mirë, po tani çfarë do të bëjmë, Neli? E po, do të na duhet që ta gjejmë një mënyrë. Ata nuk na kanë parë. A ke menduar ndonjë mënyrë për të futur para ata, Neli? Shpejt pra, hip në supat e mirë. Vazhdojec. Bukuroshe, nuk të kisha parë më parë. Do të pëlqen të kërcenim? Ta marë si pa. Eja ta qojmë këtë globi në vendin që i përket. Shpresojmë që të mos jetë tepër vonë. Oh, jo! Globin. Po, i dashur, e kemi globin. Dashuria ime, më vjen shumë keq. Bridget, nuk është faja yt, ti nuk e dije. Dhe forma mashtruese e dinte që ti nuk e dije. Na kapi shumë të papërgatitur kësa here. Duhet të ndalim formën mashtruese tani. Ai është i rrezikshëm për të tërë ne. Nuk ka asnjë gjë që mund të bëjmë për ta hequr qafe atë? Ndoshta po. Nëse mendon se kemi vdekur të tërë, tani kemi kohën e përkryer për ta befasuar. Çokli? Po, le të përgatisi një plan të detajuar për këta. Ne mbajmë të vërtetën e tokës së sanave. Duke shumë bukur, zotëria im. I bukur, unë duke i shkëlqyer. Mon, a kanë vdekur të gjitha zanat? Po, përfundimisht. Pa dyshim që po. Është koha për të marrë vendin tim në këtë pallat të shkëlqyer.
Toka e zanave është më në fundimja, dhe që sot pa dyshim është e imja dhe se lëshoj më kur. Prit pak. Unë jam mbreti juaj. Mjestër! Që tani e tutje fum, ti do të më drejtohesh me madhëria juaj. Në rregull, madhëria juaj. Unë e pas. Mos më vono tani, fum. Do të gjoj ç'keni për të thënë kur të marr vendin tim në pallatin mbretëror. Madhëria juaj. Madhëria juaj. Në pallat. Janë njerëzit ndimësit e mi të vegjël, po shkoni kaq shpejt? Po, sa më shpejt që t'ihim aq më mirë do t'jetë. Unë do të doja t'ju falenderoja për punën e madhe që bët për t'i kthyer tokës së zanave pronarin e vërtet. Edhe përpara se të shkoni, mund të përkuleni pak? Të përkulemi? Ty, a? Jo, faleminderit shumë. Nuk kam kohë për ju, njerëz të vegjël, puna juaj mbaroi me kaq. Unë duhet të shkoj në pallat. Ti do të shkosh në pallat, tani, por jo në mënyrën se si mendon ti. Si mund të ndodhte kjo? Unë kam urdhrin mbretëror. Oh, Korrigjin, ti ke vetëm një top në një karfic. Unë kam urdhrin mbretëror. Shkatëroj! Është më sigurt këtu brenda në klub. Ti u shkatrove! Ti? Unë kur nuk do shkatrohem. Ja. Më duket se të tham që do të vije në pallat, apo ja? Por harruam të ta përmendim që ti do të shkoj edhe në burg. Vendi që të takon, tamam si thot profecia. Kjo është shpella nga e cila nuk garantisë dot? Sigurisht që po, budalla. Por ne të shpëtojmë. George, e kujton që ndodhi herën e fundit që ëngra atakullore? Po, ke shumë të drejtë. Tani, si pas llogaritjeve të mia, ju keni dhe një detyrë për të kryer. Mund t'ju sugjeroj që ndihma për të mundur vëllain tim të keq është më shumë se një detyrë. Është shumë mirë, madhëri. Mos do të thotë që George është i lirë përfundimisht nga toka e zanave? Ashtu është. Faleminderit, princ, por besoj se është më mirë që të shkojmë tani. Me që kjo është ajo që vendose ti? Prisni. Është një ide mrekullueshme, dashur. Çfarë është madhëria juaj? E deklaroj George-in të lirë nga detyrimet tona, po për shkak të atij veprimi guximtar, Nelly dhe George janë të lirë të kenë nga ushqimi ynë aq sa të duan, pa u dashur të qëndrojnë në tokën e zanave. Jo se të qëndrosh përgjithmonë në tokën e zanave është ndonjë gjë e keqe. Kjo do të thotë që unë mund të hakta? Po, ha, George. A di çfarë, Nelly? Është hera e parë që të shoh të qeshesh që kur erdhëm këtu. Me të vërtet thua? Merr një ëmbëlsirë. Më shishme. Mendoj se duhet shkojmë tani, George. Nuk duam që zonja Kums të shqetësohet.
Mirupafshim, do të kthehemi së shpejti, ju premtoj. Do të kthehemi. Mirupafshim, mirupafshim. 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 Oh, jo, dielli po lind. Duhet të vrapojmë. Çfarë ndodhi? Mos u shqetëso fare, çdo gjë është në rregull. Ej, ti, mos guxo ta hedhësh atë. Ej, ta tregoj unë. Nuk e bëra unë këta. E bëra unë. Neli, George, ju jeni? Po, jemi ne. Mirëmëngjes, zonja Kums. Oh, zoti ynë i madh. Dhe unë që mendoja se ishit akoma në krevat duke fjetur. Oh, ishte shumë bukur. Prandaj ne duhet të dilim jashtë. Dëgjoni fëmi. Sa po mora një telegram, ja ku është. Një telegram? Po nga kush kështu? Nga mamaja juaj. Dhe duhet ju them që është shumë e inatosur dhe jashtëmase shumë e mërzitur. Çfarë thot ajo? Thot që i vjen shumë keq që nuk funksionoi dhe nuk është koha e përshtatshme për t'u sjellë në shtëpi. Ju sapo erdhët, doni me të vërtetë ikni kaq shpejt? Jo, sigurisht që jo, zonja Kums. Ne nuk duam. Më pëlqeu këtu. Oh, jam shumë e lumtur. Edhe unë i lumtur jam. Ndoshta mund t'i shkruani mamas tuaj. I kam shkruar tashmë. Oh, mirë. Unë po shkoj të mbledh vezët për mëngjes. Duhet?